Të gjatë jeta me shpresoj që jeni mirë, jam të fillu vetën me frikën që kjo dritë nuk kam më ra. Edhe pse e di që kam më ra. Nejsa, okej. Më të nuk më bo video me ju të regu se qka kum ble, kjo për faktin se më të nuk kum ble diqka, kështë që sot ju më dalë në shopping edhe për ju të regaj se qka kum ble, e shpotova dritën. Fillimisht po ju përgjigjem pyetjeve të shumta që më keni bo se qysh jam të udopsu, që kjo është shotësi që jam të e pinë mëngjes, ka një herë edhe në mramje, edhe po manal apetitin, edhe po ha shumë pak, tani kur po ha shumë pak, nuk po trashna. Kështu që kjo është shotësi që on po e pi gjithmonë. Kitë frigoriferi mu ka bo me qita shotësi. Tash po ju tërgoj se qka kum ble. Po filloj me një aksesor që kutia ishkun e të mërshme e këshim prish, po mu më pëlqaj shumë edhe nuk pat të rej, kështu që e mora me kutit fresht, është që keq të përdor, edhe për shkak se kam shku në një koncert, edhe unë shumë pak përdori bizhuterit të argjendit, po që ajo ideja që e kam është me pas bizhuterit të argjendit, kështu që e bleva qëta. Qëtash nuk po do këtë bukur, po kështu më pëlqaj, interesante, edhe ideja se qysh kam e veshë, kam e kombinu, është shumë e mirë nëse nuk më dështojnë outfits që kom i parasit. Okej, shpresojmë që nuk kanë me dështu. Kisha arru për një moment se që akum ble, po tani mu kujtu. Mi mirë, shumë i thjesht, për qitë kohën e pranverës që herë është ftoft, herë është nxehtë, tamam, edhe shumë e mirë, edhe e thjesht, edhe elegant. E kom ble një bluzë, është kështu, ose majic, unë refuzoj me i thonë majic, se nuk më pëlqen me i thonë majic, përse që tashmë e keni vrejt. Okay. Edhe kjo është bluza që e kum ble, në gjyrë të gatë, e materialin e ka shumë të mirë, e kum ble edhe të bardhën, kështu që masi më ka pëlqy shumë e bardha, e mora edhe që të gjyrë, edhe ka kushtu në naurën në hojimin e famshëm. Gjithashtu e kum ble edhe këtë bluzën tjetër, kjo më pëlqaj shumë në gjyrat u dokshin shumë interesante, edhe muj me kombinu edhe me ngjyrën krem, edhe me ngjyrën e kaf, po edhe me ngjyrën e zezë. Po edhe kjo më pëlqaj shumë fix për qëtë kohë. Në Bershka kish pas zbritja, edhe une e bleva qëtë fustanin krejt gomë, edhe përveç ti detajet qëto, është krejt i gjatë edhe shumë i thjesht, edhe besoj që kom e bërë një video dhe kom ju të regu se qysh po më rrinë kejt qëto produkte, edhe pse janë shumë pak shto, po u mundova me e marrë qka kam nevoj edhe ju veç me blej katë e katë veç pëse janë gjara në zbritja. Kështu që kjo fustan ka shumë i mirë. Edhe shumë i thjesht edhe shumë i përshtatshëm, sidomos për verës, veç e veç shta edhe you're good to go. Nuk bën me harru heq kurqysh me përmend qëtë karikus ose kokën e karikusit që e kom blej, se unë pa laptopin tim të dashur nuk mund të jetoj, e kjo mu ka prish, kështu që më është dashur në blej një tre, edhe nuk e kum blej një mujtet se mu kanë dhimë paret shumë, po më në fund vendosa me blej, se s'po dha qare, s'më isha me jetu ma pa laptopin tim të dashur, pa shkru për librat e mi, kështu që arsyeja pse s'kum blej tesha ma shumë është kjo. Po, që të bëjmë? Edhe që kum dash me nda diçka me juve, po, një dhurat që ma ka bo Elona. Zamra. Dhurat që ma ka bo Elona është kaos krejt. Vazhdojmë. Për me përfundu këtë video kaotike, është dhurata e Elonës me këtë të në personalizume. Qëtu i kom 2 euro, edhe i kom pare tima, që dojnë ana, edhe këtu kom cash, edhe këtu i kom 5 euro, ka që më kanë betur nga shoppingu. Okej, shpresoj të jeni mirë, edhe shpresoj që kjo video t'i këtë pëlqyer, edhe pse ishte kaotike, po që të bëjmë, do njëherë ndodhin gjërat e tilla. Mu gjithë ndodhin, po unë i prej në montazh. Okej, kësaj here i bie që nuk do ta bëj një gjë të tillë. Për ndryshe, flokët i kum prej, tregom një apo ju pëlqejnë ajo, edhe juve që ju pëlqejnë nuk ka dert. Nuk e di çka kum thonë, nuk e di se si ka shku kjo video kaotike, do ta shoh në rezultat, por unë si gjithmonë ju përshëndes dhe ju dua shumë. Miru pafshim. Më pas ka prish ora. Tong!